Me nëzë kemi pret këtë ditë. Sot kemi një ushtri as të bukur, as mirë të pajisur me armatime. Dina shumë e lumëtër, bona shumë krenore me këta ushtarë tënë. Mijëra qytetarë nga e gjithë Kosova kanë vizituar kazermat e Forcës së Sigurisë së Kosovës me rastin e ditës së forcës. Në ditën e hapur për vizitor, pjesëtarët e FSK-s kanë pritur qytetarët dhe kanë prezantuar armatime e mjete të ndryshme. Në kazermën Adem Jashari, vizitorët u shprehën të kënaqur dhe krenar për këtë ditë, duke vlerësuar FSK-n si një nga institucionet më të rëndësishme të sigurisë në vend. Jem shumë krenar për këtë ditë. Me nëzë kemi pret këtë ditë më ardhë. Kjo ditë është diçka shumë e veçantë për ne, edhe thamë edhe për popullin e Kosovës, kur sot kemi një ushtri as të bukur, as mirë të pajisur me armatime dhe me gjitha që kjo është ëndra e krejt shqiptarëve, e babave tonë, e babgjysha tonë, që ta kemi një ushtri tonën, edhe ja sot e kemi ushtrinë tonë, si shpysim një pra edhe këta voglyrësit që janë, këta do t'janë ushtria e ardhme e Kosovës, edhe është një krenarie e madhe. Kjo është një ditë shumë e madhe, mesazhi im është që populli të punon, ushtria jonë të forcohet edhe të jetë edhe më e fortë se sa duket, se ne kemi një armik do që kemi fshi një përfat të keq që drejtë me thaj ai nuk e kupton gjuhën e dialogut e të mirësisë, sa me ato duhet vetëm në këtë mënyrë me ushtrinë tonë duhet më përballë ta, përndryshe nuk kemi shtet fort. Dina shumë e lumëtër, bona shumë krenore me këta ushtarë tënë. Këtë kam ardhur edhe për këtë ushtrim, po e kam edhe djalin.